përbërësit e recetës tjetër. Do të gatuajmë tani një tjetër recetë, atë të kryesore, ngjellëm drekën e sotme. Çfarë kemi tani? Tagliatelle, mish të grirë, djath, pice, domate, ujë, krip, piper. Një pako me makarona, tagliatelle, të cilat do të jenë sot ndryshe, do të jenë edhe më bukur të servirura. Kemi sjell her pas here garofalot tona, transparente, teksa ju mund të shihni produktin, mund ta zgjidhni atë, të shihni cilësinë, ngjyrën, llojin, përbërësit gjithashtu, ose nga vjen, një informacion për garofalun e kemi dhe në stendën tonë, variantet e tjera të garofalos, që Teuta kujdeset më së miri për t'i sjellë si një linjë premium, një linjë shumë e mirë dhe cilësore, italiane, e cila vjen në vendin tonë, për të na dhënë një shije ekstra, për të na dhënë një shije të rafinuar, për ata që e marrin seriozisht gatimin e pastave dhe që duan që jo vetëm të shijojnë një pjatë të tillë të bukur të shijshme, por edhe të marrin vlera të ushqyese, sepse të tilla janë prodhimet e garofalos, kujdesen shumë më mirë duke patur ato punishten e bakrit, duke marrë disa sekrete të përpunimit të tyre, ne arrim të kuptojmë se kjo markë, kjo firmë, kaq gjatë në treg prej vitesh të tëra, është kaq transparente për ne, konsumatorët, dhe ku ka më mirë se ta kemi kështu produktin, ta shohim se çfarë produkti është. Tani si u t'i gatuar? Shumë thjesht. Unë kam vendosur pak ujë, që të zbusja pjesën poshtë dhe të ndihmoj dhe veten time në pjekje. Pra kam marrë, ju mund të vendosni komplet një tavë të vogël, mund të vendosni në tigan, si të dëshironi ju, nuk ka pak rëndësi ka. Kam mish të grirë. Dhe të them të drejtën, është mish i grirë, po vjen nga produktet e sallamit. Po. E ke grirë sallamin? është vet i ardhur, nga i saj është vet i ardhur. Lloj mish i grirë. Nuk më duhet as krip, as gjë absolutisht. Prandaj dhe unë nuk kam asnjë lloj përbërës që të kisha qepër ose që të kisha diçka tjetër. Është vet. Kupa me kapak, kupa me kapak, kupa pa kapak. Tani jam në rregull. Vjen vet i përgatitur. Ktu kam djathin e grirë, që t'jap ato shtresën, po para se t'jap ato shtresën e djathit që shkrin, do të vendos këto qoftet sipër, më pas do vendos një fe domate. Do ta shikoni vetë se fjalët e shumta janë fukarallëk. Po dhe më thonë nga ndonjëherë Albana shumë flet. Po si mos flas, shif, kur të ketë lloj produktesh edhe mos flasësh. Po do flasësh sa, nuk do t'i komentosh. Po. Unë di shijen dhe normalisht, nga që di shijen ja u them unë se si është shija, di përgatitjen dhe të gjitha këto më bën që të jem shumë bla bla bla. Do na e çoj sot garofalon edhe makaronat në një tjetër nivel, duke i patur parasysh këto që the, po fillimisht i tregojmë çik përbërësit. Shkrihen në gojë, të shkrihen, pa fjalë të shkrihen në gojë, dhe shikoni nga kombinimin e duhur. Që kullon që hapet kështu, po, lëre. Dhe pike mëngjesit, po të shikojmë pak produkte se çfarë na duhen në gramaturat e tyre të shkruara, në mënyrë që edhe ju t'i organizoni kur t'i gatuani makarona fole me mish të grirë. Nga këto makaronat në formë rrethore, që ne i kemi garofalo, mund të keni mish të grirë diku 300 apo 400 gram, një domate të madhe, ose 4 luggjelle salcë domate, 2 luggjelle vaj ulliri, një gotë ujë ose lëng mishi, krip dhe piper i zi, djath i grirë, majdanos ose koper për ta servirur. Tani, të bëjmë gati produktet, pra t'i organizojmë ato siç duhet. Makaronat janë gati, ka vendosur Albana në një tepsi me pak ujë. Bëjmë gati këto qoftet në të njëjtën madhësi. Siç e tham, e kemi të gatshëm masën e brumit të qofteve nga i saj, dhe këto qoftet do të bëhen në këtë masë që të zënë një vend në folen e makaronave. Ja kështu, i vendosim njëra pas tjetrës. Vazhdojmë me punën tonë për t'i organizuar dhe për t'i mbushur siç duhet, dhe ju ta shihni apas hapi këtë procesin e
këtyre makaronave bashkë me qoftet. Kanë vetë këto makaronat e tilla, tagliatelle të cilat ose makaronat të tjera që mund të keni që janë dhe më të holla. Krijohet një fole. Po, lazanja është dhe peta, është edhe... Po. I vendosim mbi secilën nga papardelet tona, nga garofalo, dhe mezin sigurisht e mbushim me pjesën tjetër të qofteve. Po të doni, vendosim makarona aty brenda sërisht, qofte, si të dëshironi ju. Edhe njëcka. Dhe një në mes dhe në mjefton. Këtë pjesën që ngel. Qa del një ki me veza jo. Në folen e vetë. Largoj pak sa këto që të lajë dhe duart. Deri këtu e kemi procesin, pra mund ta përgatisni vetë brumin e qofteve, mund ta merrni të gatshëm, ja u sjell i saj, mund ta porosisni atë, keni produkte të tjera për shembull të sallameve që mund t'i ktheni në brumin si mishi i grirë dhe mund të operoni në këtë formë, pra për t'i rënë shkurt nëse nuk e keni mishin e grirë. Mund të zgjidhni për shembull kabanozin apo produkte të tjera të shportës, familjare dhe paketimet ekonomike që i saj vën në dispozicion dhe ju mund t'i përdorni në këtë formë. Tani hapi tjetër që të mos thahet qoftja edhe po ashtu makaronat, po edhe për t'i dhënë një shije të mirë, do vendosim feta domate. Atyre të mezit, lëri ashtu si që janë. Po kështu, po thjesht, më duhet edhe edhe... për të pjekur vetëm. Edhe një e këndshme. Tani radha e djathit. Do t'i shtojmë edhe pak ujë, pra ato do të zjen dhe do të piqen në të njëjtën kohë. Pra, largoj zemrat, vetëm të domatja, se zemrat na duhen, dhe na duhen mirë les, që të jenë të paqta. Këtu ku kam i tjetër, këtu unë edhe ja. Që i pak duar se më duhet të kem majdanoz. Të shtojmë edhe majdanoz të grirë, të freskët, ose të thatë nëse nuk e kemi, po tani dihet që këto bimët janë të sezonit, ne i kemi gjithmonë në tryez. Dhe djathin. Djathin e kemi bërë, e kemi bërë gati, mund të jetë një djath pice, një djath i but, mozzarella, çfarë të keni për kollaj. Mund t'i grupojmë të dyja, edhe koperin, edhe majdanozin. Edhe. Shumë pak. Thjesht duket sikur i shtoj shumë, po është pak sepse na duhen që
Pra ujë do t'i shtojmë sa do të mbulohen apo deri në fund? Pra të mendoni që do të zjejnë pjesa e makaronave, ato do të zbuten, do të ulen, mbi to dhe qoftet dhe do të bëhet një zjerje pjekje bashk në tepsi. Shtojmë në fund edhe majdanozin, ndërsa djathin ndoshta para se ta heqim nga furra, apo jo? Tani, po të duam ne e vendosim në furr, ose në të kundërt e vendosim që të bëhet edhe... Për djathin, si do veprojmë, do ta... Tek djathin, do ta lëm fillim fare këtu. Do ta lëm të zjej pak. Ja, ta lë pak sa të bëhet këtu. I vë kapakun. Edhe bëhet më me që ma do më duhet për recetën tjetër, edhe ndos në furr. Pra janë në dy alternativa, qoftë furr, qoftë edhe në djathin e lëmë në njanë. Dhe i largoj të gjitha. Dhe për ta shpjeguar dhe njërë, djatin do të vendosim nga fundi, sepse nuk ka kohë të njëjtë me mishin, për të pjekur, dhe ai djati që piqet dhe që merr një ngjyrë të errët nuk është i shëndetshëm, kështu që ne do kujdesemi që ta vendosim për aq kohë sa i duhet për të shkrirë. Ose në letër alumini më pas. Nëse ne do të bëjmë gjithçka gati, në letër alumini e vendosim në nxehtësi, në rezistencën poshtë, që të bën më poshtë, më pas heqim letrën dhe e lëmë në temperaturë ose me mire në ajër. Do të shohim deri në fund të proces, shkëputemi për reklama, rikthehemi me recetën e tretë dhe do të presim që të servirim pak edhe pankekun që e kemi vendosur për të pjekur në furr. Ka marrë një volum, sigurisht nga pluripjekës vezët, dhe do ta tregojmë pas reklamave. Tani është momenti që recetës tonë të parë t'i shtonim në nxehtësi shumë pak. Pra po shtojmë djathin tek qoftet në fole. Pasi ka kaluar fazën e parë, pra pjekjen, zjerjen e makaronave, tani kemi shtuar djathin nga fundi, që do të thot edhe 10 e pak minuta dhe receta përfundon, është gati. Nëse ju e shikoni që ka akoma ujë, sepse në momentin që ne e heqim, akoma vazhdon zjerja. Unë do ta vendos sërish. Përthithet pjesa tjetër e lëngjeve nga makaronat, se është baza e tyre. Tani mendoj se kemi përfunduar, kemi ardhur në fund të gatimeve, patatet, pankeki mbushur që doli fantastik, edhe qoftet në fole me makarona. Do t'i gjeni në kanalin ton në YouTube, Reze Dielli, klikoni në YouTube, na bëni subscribe dhe jemi një komunitet aktiv aty të gjithë bashkë. Albana po servir edhe patatet dhe me këtë shijem dhe me këtë pamje të gatimeve tona, ju themi mirupafshim nga kuzhina dhe unë ju pres pas pak për të folur. Hëngrëm që bëm ne, ngatruam sa ngatruam, gjitha produktet ushqimet, ndihem pastaj atë fryrjen e zorëve. Tani kjo mund të vi në mënyrë rastësore, mund të jetë kalimtare, por kur kjo vazhdon dhe bëhet problem, ka një lloj sinjali alarmi që na tregon trupi dhe sistemi ynë tretës. Si të ta zgjidhim, do na tregoj Altin Joka pak më vonë. Hajde Altin, hajde. Kështu që pas pak do të jemi me Altinin për të marrë këshilla të duhura.